do ishte mirë edhe që kur në një moment kur të dy programet janë të njëjta të kthej në një lloj ankandi, dikush të ofronte më shumë, pastaj tjetri më shumë dhe më shumë dhe më shumë, edhe ne të zgjidhnim pastaj. Edhe puna është bëhet ai premtimin se. Pastaj do të kalonte në diçka tepër abuzuese dhe gati tallse për qytetarët nëse do të kishte shtim nga të gjitha, le të themi, forcat politike. Edhe sa i përket pagave dhe ekonomisë, edhe forcat e tjera të reja, të cilët kanë nisur edhe ata takimet e tyre me qytetarët në terren, pothuajse janë të njëjta. Duket se është bërë pra një lloj analize nga të gjithë partitë politike, dhe duket se qytetarëve shqiptarë i mjaftojnë këto paga apo ky prodhim i brendshëm brut i mjafton shtetit shqiptar që të kemi një ekonomi të mirë dhe të përgjigjet siç e thash nevojat e shqiptarëve. Le të kalojmë tek një pikë sektor tjetër shumë i rëndësishëm për vendin, që është pikërisht arsimi, një nga temat më diskutuara kohëve të fundit, që nga koha që u bë edhe pasiguria, pra që pati në shkolla me rastin e vrasjes së të ndjerit Martin Canaj nga bashkëmoshatari i tij. Kryeministri Rama e ka sjellë në vëmendje këtë situatë, ka marrë një vendim për mbylljen e TikTokut, ndonse ne ende kemi pikpyetje pasi her pas here kur e shohim në telefon vijon ky aplikacion që të jetë aktiv, ndërkohë që sa i përket kësaj çështje, Partia Demokratike ka deklaruar se në momentin e parë që do të vitë pushtet, një nga vendimet të para do të jetë pikërisht hapja e TikTokut. U duk si një garë që dikush e mbyll TikTokun dhe dikush tjetër ja plotson dëshirën qytetarit për t'ia hapur atë. Partia Socialiste ka premtuar se në 2026 do ketë një projekt pilot për të monitoruar me kamera të gjithë ambientet e shkollës, duke i dhënë kështu edhe një siguri prindërve që ata të kenë të mundur të aksesojnë pamje nga ku fëmia studion apo nga ku fëmia luan me bashkëmoshatarët e tij që të jetë edhe më i sigurt. Partia Socialiste ka premtuar që paga mesatare për mësuesit do të jetë paga mesatare flas 1250 euro, do të shtohen edhe 200 shkolla të reja, ka deklaruar kryeministri Rama, ndërkohë që ka theksuar që gjatë kohës së qeverisjes së tij janë ndërtuar 450 shkolla të reja dhe në mandatin e 4 pretendojnë që Shqipërisë të shtohen edhe 200 godina të tjera arsimore. Një premtim tjetër i cili në fakt kur e lexova kisha dyshimet e mia, ka të bëj pikërisht për laboratorët inteligjent që ndodhen në përshkolla. Ne dimë që në Shqipëri në përshkolla ka mungesë ngrohje, por jo vetëm, ka dhe mungesë sepse jo të gjithë shkollat, jo të gjithë qytetarët përqendrohen në kryeqytet, por flas edhe për pjesën e rrethave. Kanë mungesë të theksuar interneti dhe nuk e di se si mund të bëhet mundur që numri i laboratorëve inteligjent të arrit deri në 1000, kur ndërkohë ti nuk ke bazën ushqyese, le të themi kështu, për të bërë të mundur pikërisht këto laborator, ndërkohë që nga ana tjetër ka shkolla në kryeqytet dhe jo vetëm që vijojnë mësimin me 2 turne për shkak të mungesës së godinave arsimore të reja apo zonave të cilet nuk përfaqësohen, pra nuk i përgjigjen kërkesave të tyre pikërisht këto. Cila forcë politike Arestina kërkon të heqë këtë 2 turnçin dhe ta kthej shkollën vetëm në një turnë edhe ku nxënësit qëndrojnë atje dhe pas dreke për të kryer detyrat e shtëpisë. Janë të dyja forcat politike apo vetëm Partia Demokratike? Partia Socialiste gati nuk e përmend, sipas tyre nuk ka më të paktën për sa kohë nuk përmendet në program. Nuk është i mundur të realizohet, thonë ata. Pretendon se nuk ka më shkolla me detyre, të gjithë nxënësit shkojnë në shkollë dhe janë në kushte të mira për t'u arsimuar dhe për të vijuar më Por e vërteta është që ka në turne. Por e vërteta është që në Tiranë, që në shkollën Fanoli, ku ndodhi edhe, siç e thash, ngjarja e rëndë, kishte mësime me 2 turne, pra është diçka që preket në përditshmëri. Partia Demokratike, siç e theksova, ende nuk e ka bërë totalisht të deklaruar gjithë programin e saj, por edhe ata kanë cilësuar që do të ketë një modernizim, do të ketë një, le të themi, një sistem i cili do t'i përfaqësojë dhe do t'ia bëjë akoma dhe më të lehtë arsimimin nxënësve shqiptar, por ende nuk ka diçka të saktuar sa i takon kësaj pjese që vijon të jetë një nga pikat që lëngon më shumë tek shqiptarët, pasi pretendojnë, të paktën Partia Socialiste pretendojnë që të na japi pasaportën europiane në mandatin tjetër dhe për këtë arsye e kërkon votën, por ne dim shumë mirë që në vendet europiane nuk ka shkolla që vijojnë të jenë me 2 turne dhe të kenë mungesë të godinave, infrastrukturës për të shkuar nxënësit.